Me ardhjen e mërgjimtarëve për pushime verore në vendlindje, komunikacioni në qytetin e Tetovës tërë ngarkohet. Gjithmonë më tepër vështirësohet qarkullimi i automjeteve dhe gjetja e parkingjeve. Prandaj edhe këtë vit, komuna në bashkëpunim me sektorin për punë të brendshme Tetov kanë vendosur që për të lehtësuar komunikacionin të hapin oborret e disa shkollave për parkim. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, deklaroi se hapja e vendparkimeve shtesë bëhet me qëllim që mërgjimtarëve t'u lehtësohet pushimi dhe të kalojnë ditë sa më të mira pranë familjeve të tyre. Çdo verë edhe këtë verë gjitha hapësirat publike, më konkretisht oborret e shkollave, do t'i lirojmë për parkim të mërgjimtarëve tanë, që më së miri t'i presim që ata të kalojnë pushimet e tyre në trojet e tyre në shtëpitë e tyre në vendlindje. Po ashtu do të ketë edhe linjë verore apo regjim veror të transportit të udhëtarëve, kështu që me gjithë veprimet që i bëjmë, por edhe me aktivitetet në kuadër të verës kulturore, besojmë që mërgjimtarët tanë do të kalojnë ditët më të mira pranë familjeve të tyre. Qytetarët nga dita e sotme mund të shfrytëzojnë si vendparkime oborret e shkollave Liria, Istikball, Gjimnazin e Tetovës, si dhe oborrin e shkollës Goce Delçev nga pjesa e pasme. Këtë vit nuk do të ketë ndalesë për qarkullimin e automjeteve në bulevardin Iliria, sepse ndalesa që u bë vitin e kaluar nuk ka dhënë rezultatet e duhura, deklaruan organet komunale.